Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë xhelle wala e madhërojmë, për Allahun subhanahu wa taala në sejdë dhe në rukubim. Elusim Allahun xhelle wala që të na zbukuron takimin me të në dunja, dhe kështu Allahu xhelle wala na zbukuron takimin me të në ahiret. O ju vëllezërit e mi, Allahu te bareke ve teala e ka zbrit në Kur'an një sure e cila quhet Suratul Qiyame, surja e Kiametit, sure të cilën vallahu ju e lexoj në rekatin e fundit në namaz, ku Allahu te bareke ve teala betohet në atë ditë dhe thot la uqsimu bi yawmil qiyame, pasha ditën e Kiametit, la ilaha illa Allah. Dhe ju e dini, o ju vëllezërit e mi, se Zoti im dhe Zoti juaj nuk betohet vetëm në gjëra të mëdha, në gjëra të cilat kanë vlerë dhe peshë, përderisa Zoti i Arshit të Madh, Zoti i qiejve dhe i tokës, u beton në Kiametin. Kjo do thotë se Kiameti është diçka e madhe. Por më e madhja që e përshkruan Allahu subhanahu wa taala brenda kësaj sureje për atë ditë të madhe është takimi me Allahun xhelle wala. Allahu subhanahu wa taala thot: "Kalla idha balagat at-taraqi wa qila man raqa." Asesi wallahi, pa nuk është siç mendon njerëzit për jetësia në këtë dunja. Jo, ju njerëz, s'do të jetojmë për jetë në këtë botë. Idha balagat at-taraqi, kur të vjen agonia e vdekjes, pra kur të vjen shpirti në gargara, qila man raqa, familjarët do të thonë: "Haman me ku është mjeku? Ku është doktori? Të vjet ta kontrollon më shpejt se është të shku." Wa dhanna annahu al-firaq, kurse ai i shtriri në shtrat e kupton se mjeku më nuk i bën dobi. Ai e dije se do të ndahet më pikë bote. Jen djemët edhe vajzat e tij që vrapojnë nalt e poshtë ta bin mjeku më shpejt, kurse ai e dije se mjeku më nuk bën dobi. Wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. A dit do të puqet kofsha me kofshën, tek Allahu është kthimi i tij. Allahu akbar. Ej vallahu im, mes meje edhe takimi me Allahun xhelle wala është vetëm se agonia e vdekjes. Mes teje dhe takimit me Zotin tënd është agonia e vdekjes. Erdhi një njeri me një fëmijë në dorë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, kur do të ndodhen Kiameti?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kur të rritet ki djali, për ty ka ndodhur Kiameti." Pra kur të rritet ki fëmia, vetëm ty ke vdek dhe Kiameti për ty është vdekja. Kthimi tek Allahu te bareke ve teala, ju vëllezërit e mi, është kthimi më serioz. Nuk kanë dëgjuar të parë dhe të fundit për një ditë takimi si ai takim. Allahu xhelle wa ala e ka thënë dita e takimit, dita e realitetit, dita e Kiametit, dita e fundit, se pas asaj dite ma nuk ka ditë tjetër. Ajo është dita më serioze, ajo është dita e mashtrimeve, se në atë ditë do të dalin mashtrimet e krijesave që i kanë bërë mes njëri tjetrit. Pra Allahu subhanahu wa taala, ju vllazën, në këtë sure madhështore që e ka qytë Suratul Qiyame, surja e Kiametit, në shumë prej brenda kësaj sure e përmendën atë takim të madh mes nesh dhe Allahu xhelle wala. Thot Allahu xhelle wala pak më lart: "Kella bel tuhibbun al-ajila." Asesi wallahi nuk është ashtu. Pra nuk është ashtu siç mendoni ju dhe si e perceptoni ju jetën. Bel tuhibbun al-ajila, ju e doni jetën e kësaj dunjaje, jeni dhëm pas asaj. Bel tuhibbun al-ajila. Kella, thot Allahu, kella bel tuhibbun al-ajila wa tadharun al-akhirah, dhe ju e lini pas vetes ahiretin, pra nuk interesoheni për botën tjetër. Djalosh. Thot Allahu xhelle wala: "Wa tadharun al-akhirah", ju e lini ahiretin, nuk mendoni për të. Wujuhu yawma idhin nadira, atë ditë do të ketë fytyra të ndritura. Ila rabbiha nadira, të cilët do ta shohin Zotin e tyre bujar. Allahu akbar. Pra ju vëllezërit e mi, prej skenave madhështore të asaj dite është se këto fytyra inshallah do ndriçohen momenti kur ta shohin bukurinë e Zotit xhelle wa ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "E kur të përfundojnë banorët e xhennetit në xhennet,
e banorët e xhehenemit në xhehenem. Një thirrës do t'i thërret banorët e xhennetit duke ju thënë selamun aleikum, o ju banorët e xhennetit, a jeni të kënaqur me këtë gjendje që jeni? Ata do të thonë si të mos kënaqemi kur Allahu na i ka lënë në trashëgimi tokën e xhennetit. Atëherë ai është Allahu subhanahu wa taala, do t'ju thotë, o ju banorë të xhennetit, a dëshironi më shumë se ajo? Ata do t'i thonë, o Allah, a ka më shumë se ajo? Atëherë Allahu xhallahu ala do t'ju thotë atyre, pa nuk dëshironi që të më shihni mua? Dhe në atë moment, ju vëllezërit e mi, të gjithë banorët e xhenetit, qofsha unë edhe ju prej tyre, do t'i themi Allahut azza wa jall, Allahumma arina wajhak, o Allah, na i mundso ta shohim fytyrën tënde. Ta shohim, o ju vëllezërit e mi, fytyrën e atij që për 50 vite agjëruat për të. Ta shihni fytyrën e atij që për 50 vite rrat në sejdë për të. Ta shihni fytyrën e atij që për 50 vite dha zeqat për të. Ta shihni fytyrën e atij që kontribuat për xhamiat e tij, për atër të tij. Allahu akbaru kebira. O vëllezërit e mi, mes nesh dhe asaj dite të shikimin në fytyrën e Allahu xhallahu ala, vallahi billahi vetëm pak momente. Allahu xhallahu ala thot, innahum yarawnahu ba'ida, ata e shohin larg atë ditë, kurse ne e shohim ata afër. Pra së shpejti do të vjen ajo ditë. Andaj, o ju vëllezërit e mi, pasha Zotin e madh, kemi ardhur sonte këtu në këtë xhami për hata të kësaj fytyre. I zgjasim këto rukuja dhe këto sejdë për hata të asaj fytyre të madhe, që do të na kënaqen syt inshallahu taala kur ta shohim atë fytyrë të bukur të Zotit xhallahu ala. Elus Allahu subhanahu wa taala, siç na i kënaqi zemrat në dunja me dashurinë për atë, dhe veshët me kënaqësinë e dëgjimin në fjalën e tij, të na i kënaqen syt në ditën e Kiametit në shikimin e fytyrës së tij. Po nënën tjetëroju djelmosha, Allahu ju ruaj dhe mëshiroft. Si mund të që ta humbë njeriu këtë shikim për një shikim të kësaj dunjaje në haram? Si mund të ta humbim shikimin në fytyrën e Allahu xhallahu ala për një lezet për lezeteve të dunjas? Dunjaja, o ju djelmosha, është joshës e di. Se të gjithë kemi kaluar ato momente dhe ato periudha. Dunjaja është e ëmbël, është e gjelbërt, është joshëse, është tërheqëse. Pëndalebe për Allah. Vendoso vëllahuin që të pendohesh para Allahut azza wa jall në këtë Ramazan. Për Allah, ju për hatët e hoxhës. Jo pse tha hoxha. O ju vëllezërit e mi, ai Zoti i Madh na udhëzoi, më edhe mund të na devijon. A ne mos i lidhni zemrat për hoxhën, as për filani dhe as për halani për hoxhallarët. Lidhni zemrat me mbretin e mbretërve, Allahun e Madh te bareke ve teala. Vdiq Muhamedi biri Abdullahit dhe vdiqën të gjithë ata që ishin para atij. Ka pas pe hoxhallarë dhe dietarëve që kanë deviju dhe kanë lënë rrugën e Zotit, por mbe feja e Zotit xhallahu ala do mbetet. Andaj o vallahu im, vendos në këtë muaj të Ramazanit, le të jetë me këtë 10 net i fundit që i dëgjojmë këto ajete të Rahmanit, bejinat, wadihat, të qarta dhe të bukura, që të vendos për Allahun xhallahu ala të ndryshojë në jetë. Një hap dhe Zotit të Madh xhalla xhelalu. Wallahi billahi e gëzon Allahu subhane. Sa herë va kanë përmend, po e përmend edhe sonte. Allahu xhallahu ala i shpalli Davudit alayhi salam dhe i tha, o Davud, po ta din mëkatarët se sa përmallohem unë për ata, do të kishin vdek për përmallimit për mua. O Davud, ky është përmallimi im për mëkatarët dhe gjunaqtarët, por si është përmallimi im për ata që më duan dhe më bëjnë sejdë. La ilaha illa Allah. O ju vëllezërit e mi, elusë Allahun e Madh te bareke ve teala që na ka plon me mëshirën dhe rahmetin e tij. Zoti im dhe Zoti juaj është shumë falës. Në lutjen e cila është e regjistruar aty në televizor, thot, o Allah, ti je falësi dhe do faljen, prandaj më fal mua. Kjo është lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e bënte 10 netëshin e fundit të Ramazanit, nga se i thanë nënës të besimtarve, oj nëna e besimtarve, në qoftë se godasish natën e Kadrit, thuj, o Allah, ti je falësi, e don faljen, andaj më fal mua, o Allah të lutemi, ti je falësi, ti shumë e duash faljen, ja Rabbel Alamin, andaj na fal ne ja dhe Xhelali ul Karam.